Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish të natën e sonte me mua Tyrona Lilin për të komentuar pak ngjarjet e shpifura që po ndodhin në ferma VIP. Sinqerisht, sjellja e Ilirit, inati i Ilirit, mlefi i Ilirit kundërdrejt Mimozës, kundërdrejt Bujakës, kundërdrejt Zhakut, kundërdrejt disave prej banorëve, më duket pak e tepërt dhe më duket e turpshme në fakt toleranca që po bën produksioni kundërdrejt tij. Në fakt, do t'isha shumë i thyer nëse kjo do t'ishte një marrëveshje në dhomën e Agait që Iliri të silleshte i ktill vetëm e vetëm për të kthyer vëmendjen te ky format dhe vetëm e vetëm për të folur për këtë format. Iliri sonte gjatë gjithë natës dhe gjatë gjithë ditës ka qenë tepër i mllefosur. Edhe pse në fakt ka patur reagime të tipit kujdes mikrofonin, por nuk janë reagimet të cilat duhet marrur në këtë moment kundërdrejt një banorit i cili përdor një gjuhë jashtëzakonisht të rëndë drejt banorëve të tjerë. Unë tani jam interesuar për të kuptuar se çfarë dënimi mund të merr Ilir Shaqiri duke përdorur fjalën, falë në shprehje, kundërdrejt Mimozës birr kurve, fjalë si do ta fishkolloj nga shtëpia, unë e di se çfarë do të bëj ty, kërcënime pafund, edhe pse në fakt Blerina u mundua që të ndërhyjnë edhe t'i thotë që kujdes se çfarë je duke folë sepse ishte turpshme. Në këtë debat dhe në këtë diskutim, mbështetje i ka dhënë dhe Sara, që në fakt nuk prisja unë ndonjë energji pozitive nga Sara. Sara ka treguar se çfarë energjie negative ka. Po gjithsesi, nëpërmjet rregullores duhet kuptuar se çfarë dënimi duhet marrur Iliri për këtë gjuhë që përdorën, për këtë anë të tij që tregon që mua sinqerisht më ka befasuar pafund, dhe a është i vërtet produksioni dhe apo luan siç duhet produksioni kundërdrejt banorëve. Në një format televiziv si Ferma VIP, çdo fjalë dhe sjellje ka ndikim jo vetëm tek banorët brenda shtëpisë, por edhe tek publiku i cili e ndjek çdo ditë. Për këtë arsye, kur një banor kalon kufijtë të debatit, normal edhe përdor kërcënime fizike apo ofendime të rënda, publiku pret që Agai dhe produksioni të reagojnë me drejtësi dhe me vendosmëri, gjë e cila nuk ka ndodhur deri më tani. Tani, kur një banor thotë do të kap për flokësh, kjo nuk konsiderohet më thjesht një debat apo nervozizëm momental. Është një forcë apo një formë kërcënimi verbal me përballje fizike. Domethënë kjo është shumë e bukur, jashtëzakonisht bukur e sqaron. Edhe nëse nuk ndodh dhuna realisht, vetëm paralajmërimi krijon tension, frikë edhe një atmosferë toksike brenda fermës. Një reality show apo në reality show zakonisht tolerojnë debatet, tolerojnë ironit edhe përplasjet verbale, sepse ato janë pjesë e lojës, por kërcënimi fizik shihet si një vije kuqe. Domethënë kjo që po bën Iliri, që nga ora 12 e drekës e deri në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, kjo është në vijë të kuqe, domethënë ka kaluar limitet dhe çuditërisht nga Agai nuk kemi asnjë lloj reagimi. Më pas, përdorimi i një ofendimi si birr kurve, që ja tha Mimozës edhe Zhakut, konsiderohet fyerje e rëndë personale dhe degraduese. Ky lloj komunikimi nuk prek vetëm banorin tjetër, por shpesh shihet si cënim i dinjitetit njerëzor dhe familjes së tij. Publiku zakonisht reagon shumë fort ndaj këtyre fjalëve, sepse debatet mund të ndodhin, por humbja totale e respektit e ndryshon krejtësisht situatën. Në këtë rast, shumë njerëz do të prisnin që Agai të merrte disa masa disiplinore, që janë paralajmërim të rënd publik para gjithë banorëve, heqje të privilegjeve në fermë, e dyta, nominim automatik për eliminim, që mund të ndodhë nesër mbrëm, izolim të përkohshëm nga pjesa tjetër e banorëve për të ulur tensionet,
gjë që në fakt ka ndodhur edhe më herët. Iliri ka qenë disa herë tek shtëpia e fakirit, po nuk është se ka reflektuar. Kërkim falje publike ndaj banorit të ofenduar, gjë që jam i bindur që edhe po që se t'i kërkohet Ilir Shaqirit, nesër mbrëma nuk do ta bënte një gjë të tillë. Dhe nëse sjellja përsëritet, përjashtim nga loja. Arsyeja pse dënimet duhet të jenë të forta është sepse reality show të ndikojë shumë tek publiku i ri. Nëse kërcënimet dhe sharjet e rënda kalojnë pa pasoja, kërkohet ideja se agresiviteti është mënyrë normale komunikimi. Një produksion serioz, zakonisht, përpiqet të tregojë se loja mund të jetë e fortë, por pa kaluar në dhunë apo poshtërim ekstrem, gjë të cilën unë sot e kam bërtitur gjatë gjithë ditës. Ato le të luajnë, le të grinden, por jo të arrijnë deri në këtë niveli. Ato nuk janë të vegjël, ato mund të kenë vetë kontroll të vetes, dhe ato e dinë shumë bukur se në fund të ditës është një lojë. Nga ana tjetër, Agai zakonisht duhet të mbajë balancën mes emocionit të lojës dhe respektit njerëzor. Ka raste kur banorët shpërthejnë nga presioni, nga lodhja apo provokimet e vazhdueshme. Për këtë arsye produksioni shpesh merr parasysh nëse ka qenë reagimi i momentit, gjë që nuk ishte reagimi i momentit, ka ndodhur gjatë gjithë ditës dhe domethënë duke që është inat dhe xhelozi. Nëse banori ka provokuar edhe më parë, Iliri gjatë gjithë kohës që ka hyrë domethënë mundohej që ta rrëzojë çmimin e madh dhe ta godet mimozën. Nëse ka kërkuar falje, nuk e bën Iliri këtë gjë, dhe nëse ka precedent të ngjajshëm në ferm, ka të ngjajshëm, ka miqtë të tij. Megjithatë, kërcënimi fizik dhe ofendimi banal janë dy gjëra që publiku zakonisht nuk i haron lehtë. Shumë shikues presin që rregullat të jenë të njëjta për të gjithë, pa favorizime. Në këtë rast, ne kemi një Ilir të favorizuar nga ana e produksionit, dhe çuditërisht mua më vjen shumë keq që një artist i Romiri, megjithatë bagazh artistik, mbështetën Ilirin. Tani, nëse një banor dënohet për fjalë më të lehta, atëherë një kërcënim dhe një sharje e rëndë duhet të sjellin pasoja më serioze. Rasti i Akilit, i cili doli për gjëra kot, atëherë i bie që Iliri duhet menjëherë të largohet nga shtëpia. Në fund, një reality show funksionon mbi konfliktin dhe emocionin, por ka një ndryshim të madh mes debatit agresiv dhe verbal. Debati krijon spektakël, kërcënimi dhe fyerja e rëndë krijojnë urrëtie dhe tensione të rrezikshme. Për këtë arsye, shumë njerëz do të konsideronin të drejtë që Agai të jepte një dënim të fortë dhe shëmbullor në mënyrë që të ruajë respekti mes banorëve dhe integritetit të lojës. Domethënë, edhe shpjegimi rreth rregullave të fermës, që domethënë ndryshokan shumë nga rregullat të Big Brotherit, është i qartë që nuk normalizohet një kërcënim, gjë që në fakt janë munduar ta bëjnë kundër drejt Ilirit.